Monedha europiane ka prekur një ndër nivelet më të ulta përgjatë vitit, duke u këmbyer me rreth 96 lekë me disa luhatje minimale. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, rezulton se niveli më të lartë kundrejt të monedhës kombëtare euro e ka regjistruar në fillim të vitit, kur shkëmbehej me rreth 100 lekë. Sipas agjentëve të kursit të këmbimit, janë faktorë kryesisht të brendshëm që po ushtrojnë presion mbi euron, mes tyre fluksi i lartë i turistëve të huaj, remitancat në rritje dhe përdorimi masiv i valutës në transaksione, ndërkohë që pritshmëritë janë që ky vit do të mbyllet në pothuajse të njëjtat nivele të këmbimit euro-lek. Ekspertët parashikojnë që në prag të festave të ketë një tendencë të dobësimit të mëtejshëm të monedhës europiane, por jo shumë e theksuar. Banka e Shqipërisë parashikon që të rrisë blerjen e euros në treg gjatë vitit 2025 në 350 milion euro nga 330 që ishte gjatë vitit të kaluar. Por për ekspertët, efektet e këtyre ndërhyrjeve mbeten minimale në kurs, pasi sasia e eurove në qarkullim është shumë e madhe. Kursi i këmbimit euro-lek e mbylli vitin 2024 në nivelin 98.15 dhe nëse e krahasojmë me vitin 2023, rezulton se kursi mesatar i këmbimit euro me lekun ka rënë me 7.4%.